Lirien teme edhe bindjen teme që është argumentueshme nuk ja fole, nuk ja jap askuj. Për asnjë çmim. Absolutisht nuk ja kam dhënë shokëve të me të luftës që kanë qenë politik, as më pak ti brezit të ri. Ne kemi detyrim me ndërtu këtë vend. Për arsye se derë shumë gjak. Thash një brezit tërë prej Gjergjit e deti Adem Jashari, jemi në janarin e ftëft të Reçakut, jemi në jubileun e Jusufit Bardhoshit e Kadrijës, jemi në 17 janarin që kalum të vdekjes së Skënderbeut. Pra, llogarit se kanë dhënë brezi jonë për me arë këtu kur ti nuk ke nevojë me luftu në kushtet të carta në dimën të gjatë e parë me pa buk. Pra, sot mirëqenia jonë normalisht ka përparu, edhe sot nuk ke nevojë me bo beteja tashpra e as luftë të pa fund me ndërtu institucione. Për juve që keni marrë pjesë direkt në zgjedhje, të kërku votën e qytetarëve, a mund të renovohet ky kompromitim i votës nga ana e komisionerëve? Krim edhe kriminal ka gjithkund, por sa është me rëndësi që institucionet zbatuese të ligjit ta prevenojnë, ta parandalojnë atë. Po këto probleme kanë mujt me vitu ka herë, e jo vetëm në këtë fazë të zgjedhjeve që ne sapo kalu. Mos harro se shteti shpenzon shumë të mëdha në këtë shtet të varfër për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Po ashtu shpenzojnë parat mëdha edhe partitë politike, shto edhe kandidat. Pra, kur ke gjithë këtë shpenzim të madh e këtë infrastrukturë, edhe në fund rezulton me kaq abuzim të madh, atë shtrohet pyetja, a jemi të aftë me ndërtu shtet, a jemi të paaft? Nuk po du më lëshu në zhargonin që kanë thonë armiqtë tonë për neve.